dy gjëra për mbytyjet që ndodhen dhe për mbytyjet që po ndodhin, po përsëri, edhe pse nuk ka rreshje aq të forta. E para gjë, për njerëzit që janë dëmtuar, edhe që janë dëmtuar kryesisht në fshat, në shtëpitë e tyre dhe në ekonomitë e tyre, pagesa për dëmet është themelore, është jetike. Natyrisht për të rikthyer jetesën normale, po mbi të gjitha për të kompensuar ekonominë që kanë humbur. Baktit, po në krahun tjetër, unë mendoj edhe të mbjellat. Do bëhet spesë, shkoj. Unë njësë, do bëhet më spesë. Do bëhet më spesë. Kërkojmë damin nga Bashkia Lushnjës, Bordi Gullimi dhe Shteti Shqiptar. Se këtu është një dëm kolosal. Bëhet fjalë për 2.5 hektar serrat për mytra. Ishtë një dëm kolosal, 100 milion lekë. Tu jemi rrugës që vjen nga Fjeshegjani dhe shkon Murriz Kozar. Tu ka dalë lumi dhe urdhëron si situatë. Dhe shikojmë terminal, dhe shikojmë të shikoj ullim të ja, shikoj këto 10 hektar, shikoj pjesa tjetër si jashtë. Kjo është situatë alarmante. Këta kanale këtu as japin e smajnë nga bërë rrafë në lumi. Aty më para kishte dalë dhe ujë ka dalë dhe në rrugë. Kjo është situatë alarmante. Ne do ofrojmë që më ndje për të parë gjendjen, po që këtu duket se si sa katastrofë situata. Këto pemët gjithë, këto pemëtore këtu kanë dalë jashtë. Të mbjellat do të ktheheshin në produkte dhe produktet në të ardhura. Do thotë nuk kanë humbur vetëm bim në serë apo në fushë të hapur, por kanë humbur prodhimin, kanë humbur të ardhurat. Me ato para mund të mbillnin në pranverë e kështu me radhë. Pa to rrezikohet prodhimi. Ne kemi humbur ushqim. E përpasoj kemi humbur ekonomi. Do të kemi çmime më të shtrenjta për shkak të sasisë munguar të produkteve bujqësore edhe blegtorale. E në krahun tjetër do orientohemi nga importi, jo nga eksporti. Kështu që pagesat janë themelore e duhet ndodhin tani. Shofim që do bështi, bëmë, tu njëtë robi me njëtë specia. Por, në krahun tjetër, ne nuk mund të kthehemi thjesht dhe vetëm në një shtet që paguan dëme. Duhet merremi me eliminimin e faktorëve që çojnë në këto dëme. Ajo që na takon ne, infrastruktura, jo ajo që i takon atij lart, po ajo që na takon ne, infrastruktura. Këtu që po lexoj me çarja argjinatura është tani pas rreshjeve. Me lumenjë që fryen e kështu me radhë, natyrisht që ka pasoja, jo vetëm atje, po ka pasoja për sjelljen e shtetit. Argjinaturat sot janë mall pa zot. Nuk kujdeset kush për to. Kanë humbur në lartësi, kanë humbur në qëndrueshmëri, nuk ka roje. Dëmtohen vazhdimisht nga dhelprat e të tjera kafsh. E kanë vuajtur vetë mbi kuriz në Divjakën që sot nuk përmbytet atë që po ndodh me Semanin në krahun e Libofshës. Dhe natyrisht duhet ndryshojmë këtu në mënyrën se si i menaxhojmë veprat që janë jetike
për banorët, për jetën e tyre, por edhe për ekonominë e tyre dhe tonën bashkë. Duhet paguajmë për to, që mos ktheheni thjesht vetëm në një shtep që paguan dëme. Pas çështjes së çmimeve, ndarë me ju edhe këtu, tatimeve, gjithashtu për produktet apo edhe për fitimin, kam marrë 10 mesazhe e kam lexuar 10 komente këtu. Ç'ke me Altinin? Altini është nderi ynë, ç'ke me supermarketin, është me Ilirin vend e kështu me radhë. Më herët ç'ke me Zamirin, pastaj ç'ke me Luanin, pastaj ç'ke me Vullnetin, pastaj ç'ke me Gimin, pastaj ç'ke me Timin e kështu me radhë. Unë s'kam asgjë me këta. Ples doni ta dini pjesë për tyre as i njo fare. As i njo fare. Ajo që mua më shqetëson është abuzimi në treg me çmimet. Secili për tyre emrave natyrisht që shfrytëzon në ekonominë e tregut për të fituar, për shtuar kapitalin, për shtuar pasurinë e kështu me radhë duke shërbyer. Tregu i ushqimeve apo tregu i produkteve të gatshme të higjienës natyrisht që është treg me shumë operator, po pa konkurrencë. Kuptohen me njëri tjetrin duke u parë në sy. Dhe natyrisht çmimet janë ato që paguajmë që të gjithë. Ajo që mua më shqetëson është që rritja e të ardhurave për ata që punojnë në sektorin publik e për ata që punojnë në sektorin privat, duke filluar nga rritja e pagës minimale, rritja e pensioneve, rritja e ndihmës ekonomike e kështu me radhë, po hahet nga çmimet. E dini si ju thonë? Veçanërisht këta shitësit lartë të poshtë, mos e ke marrë lek, mos e more bonus për fundin e vitit, mos e tu rrit paga minimale, mos e tu rrit rroga si mësues, si mjek, si infermier. Keti tani ta paguash këtë çmim. Madje, po na han dhe efektin e forcimit të lekut e shvlerësimit të euros. Në qoftë se ka një gjë që të shtyn ta pranosh qartë edhe hapur kursin e lirë të këmbimit, është pikërisht ky instrumenti që duhet ndikojë mbi uljen e çmimeve të produkteve ushqimore apo ato të higjienës. Jo, edhe forcimin e lekut, efektin e forcimit të lekut, po na i han tregtarët. Ky është shqetësimi im. Jo kush është emri pas supermarketit, por fitimi i shtuar për shkak të abuzimit në treg. Ne të duhet merremi.